Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, 12 shkurti, sjell energjitë e fortë dhe nevojë për veprim të mençur. Do ndihesh i motivuar, por edhe pak impulsiv. Ndaj, është e rëndësishme të mendosh para se të veprosh. Në punë, mund të lindë një mundësi e re ose një bisedë që të shtyn drejt një drejtimi tjetër. Mos u nxito, suksesi vjen nga durimi. Me dashuri emocionet janë të forta. Çiftet duhen të shmangin debatet e panevojshme, ndërsa beqaret mund të tërhiqen nga dikush me energji të ngjajshme. Demi, kjo ditë të fton të ngadalsohesh, ritmin dhe të përqendrohesh tek stabiliteti. Në punë, durimi yt do shpërblehet dhe dikush mund të vlerësoj për kushtimin tënd. Është moment i mirë për planifikim, afatgjatë dhe për rregullimin e çështjeve financiare. Në dashuri, kërkon siguri dhe qetësi. Një bisedë e sinqertë me partnerin forcon lidhjen. Beqaret mund të takojnë dikë përmes një miku ose ambienti të njohur. Binjakët, 12 shkurti, është ditë dinamike për ty, mendja jote është aktive dhe idetë rrjellin pa ndalesë. Në punë, komunikimi shqelsi suksesit, një bisedë ose email mund të hap dyert të reja. Kujdes me shpërqendrimin, sepse mund të humbasësh detaje të rëndësishme. Në dashuri, flirtet janë të favorizuara, por mos luaj me ndjenjat e të tjerëve. Çiftet duhen të flasin hapur për keqkuptimet e vogla. Gaforia, emocionet janë më të thella sot dhe ndjeshmëria jote rritet. Është ditë ideale për të marrë me familjen dhe çështjet personale. Në punë, mos e merr gjithçka personalisht dhe ruaj qetësinë. Intuita jote është e fortë. Dëgjoje. Në dashuri, partneri ka nevojë për vëmendje dhe mirëkuptim. Një gest i vogël mund të bëj diferencën. Beqaret mund të ndihen nostalgjik për të kaluaren. Financat kërkojnë menaxhim të suksesshëm. Luani, 12 shkurti, të gjen në qendër të vëmendjes. Karizma jote është e fortë dhe njerëzit të dëgjojnë. Në punë, është moment i mirë për të marrë iniciativë ose për të prezantuar ide kreative. Kujdes, të mos tregohesh dominues. Në dashuri, pasioni rritet. Çiftet përjetojnë momente romantike, ndërsa beqaret tërheqin lehtësisht vëmendjen. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rrezikun. Energjia fizike është e lartë. Virgjëresha, kjo ditë të gjen të përqendruar dhe praktik. Në punë, aftësia jote për detaje do jetë shumë e vlefshme dhe mund të zgjidhësh një problem të vjetër. Mos u ngarko, tepër me përgjegjësi. Në dashuri, kërkon qartësi dhe stabilitet. Mos analizo çdo fjalë të partnerit. Beqaret mund të njohin dikë përmes ambientit profesional. Financat janë nën kontroll nëse i përmbahesh planit. Peshorja, balanca është tema kryesore e ditës. Do përpiqesh të ruash harmoninë në marrëdhënie dhe të shmangësh konfliktet. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate pozitive, ndaj mos vepro vetëm. Në dashuri, romantika është e favorizuar, veçanërisht në mbrëmje. Beqaret mund të ndiqen nga persona artistik ose elegant. Financat janë mesatare, mos merr vendime të mëdha sot. Akrepi, intuita jote është shumë e fortë me 12 shkurt. Në punë, mund të kuptosh diçka të rëndësishme që të tjerët e neglizhojnë. Mbaj planet për vete. Në dashuri emocionet janë intensive. Shmang xhelozinë dhe kontrollin. Çiftet duhet të flasin hapur, ndërsa beqaret tërhiqen nga persona misterios. Financat kërkojnë strategji dhe durim. Shigjetari, dita sjell optimizëm dhe dëshirë për liri. Në punë mendon për ndryshime ose plane afatgjata. Një ide e re mund të motivojë shumë. Në dashuri energjia është lozonjare. Çiftet planifikojnë diçka të ndryshme, ndërsa beqaret janë të hapur për aventura emocionale.
Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e tepruara. Energjia fizike është e lartë, sporti, ecja ose udhëtimi i shkurtër janë ideale. Britsjapi, përgjegjësitë janë në fokus sot, në punë tregohesh serioz dhe produktiv, duke fituar respektin e të tjerëve. Është moment i mirë për të vendosur objektiva konkrete. Në dashuri, kërkon stabilitet dhe siguri. Partneri vlerëson përkushtimin tënd. Beqarët mund të njohin dikë me të pjekur emocionalisht. Financat përmirësohen gradualisht, por kërkojnë durim, kujdes gjunjët dhe shpinën sot. Ujori, idetë kreative janë në kulm sot. Në punë mendimi yt ndryshe bie në sy dhe mund të kesh zgjidhje origjinale. Dashuria ka nevojë për hapësirë personale, mos u ndje fajtor për këtë. Çiftet duhet të respektojnë individualitetin, ndërsa beqarët tërhiqen nga persona unik. Financat kërkojnë risi, por jo rrezik të panevojshëm. Shëndeti është i mirë, por mendja ka nevojë për pushim. Peshqit, kjo ditë sjell ndjeshmëri, të shtuar dhe intuit shumë të fortë për ty. Mund të ndihesh me emocional se zakonisht, por kjo të ndihmon të kuptosh me qartë njerëzit dhe situatat e rreth teje. Në punë është moment i mirë për projekte kreative ose për të ndjekur një ide që e ki pasur prej kohësh. Mos u nxit, lëre gjërat të rrjedhin natyrshëm. Në dashuri, zemra kërkon butësi dhe siguri. Çiftet përjetojnë momente romantike nëse komunikojnë hapur, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush me energji shpirtërore ose artistike. Një takim i papritur mund të zgjojë emocionet e forta. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe dëgjo këshillën e një personi të besuar. Shëndeti është i mirë, por ka nevojë për pushim mendor. Meditimi, muzika ose një shëtitje pranë ujit do të qetësoj shumë. Është ditë ideale sot për reflektim, falje dhe për të lënë pas gjërat që nuk shërbejnë më. Një mesazh ose një shenjë e vogël mund të ndryshojë humorin dhe mënyrën si e sheh të ardhmen. 12 shkurti sjell energji ndryshimi, emocionet e forta dhe mundësitë e vogla që mund të kthehen në hapa të mëdhenj. Sot është ditë për të dëgjuar intuiten, për të folur me zemër dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Dashuria kërkon mirëkuptim, puna kërkon fokus, ndërsa financa kërkojnë kujdes. Çdo shenjë ka diçka për të mësuar sot, qoftë durim, guxim apo falje. Mos harro, edhe një veprim i vogël pozitiv mund ta ndryshojë rrjedhën e ditës. Beso procesit, qëndro mirënjohës. Faleminderit që na dëgjuat. Like, subscribe.